të përshtatshëm për të zhvilluar këtë iniciativë. Po, do ta përcaktojnë ato dhe atje ku mendojnë që po, mund zhvillohet. Ashtu dhe kështu që përzgjedhja një zone dhe jo një zonë tjetër brenda një territori tënd është e rëndësishme, po. Absolutisht është shumë e komplikuar sepse duhet bën argumenta shtërrues. Arsyeja tjetër që duhet bësh një argumenta shtërrues dhe shumë saktë është sepse interesi ishte ekstremisht i madh. Kujtojmë që kjo iniciativë do të mbështes vetëm 500 subjekte në gjithë territorin e Shqipërisë. Por mbi 500 subjekte janë interesuar vetëm në qarkun Kukës, janë vetëm në Shkodër. Kështu që vetë bashkitë kanë një siklet të madh për të bërë zonimin e më vonë që do ndodh edhe selektimi. Dhe momenti i dytë i sikletshëm i bashkive është nga 1000 aplikime ndoshta të cilët nuk e dinë nëse duhet përzgjedhen 200, 300 se 500 në gjithë territorin e Shqipërisë. Cilat janë kriteret që duhet të rankojnë aplikanti më të mirë nga aplikanti jo më i mirë, dhe ky është një moment tjetër në fakt që nuk është faj i bashkive, por faj i kuadrit ligjor dhe udhëzimit që kanë marrë bashkitë që nuk ka kritere selektuese mes të shumtëve që janë interesuar për të. Po, mes një projekti dhe një tjetri, sepse atë që ju bët me dije dhe ky zhvillim që dhe ta gjë njëra ata që na ndjekin dhe që ndoshta janë ende të interesuar, 500 projektet e para apo më të mira në 10 vitet e parë mos gabojnë nuk paguajnë taksa ose kanë lehtësira e thënë në këtë mënyrë? Atëherë, ligji ka thënë në mënyrë taksative dhe ka qenë një debat realisht jo i lehtë në Komisionin e Ligjeve kur është kaluar dhe është thënë pse 500 dhe jo më shumë e jo më pak. Ja 500 mbase ligji mund ta mendohet dhe nga interesi i madh mund të shtohen. Megjithatë, rikthehemi tek ajo që me drejt ju përmendët. Të gjithë ata që do kenë drejt të marrin në pronësi private pronën, që është një gjë fantastike, është një nga ato thembra e kilit e 35 viteve të territorit tonë për vërtetës. Prandaj përmenda atë diçka pak më parë, megjithëse ajo ishte ndoshta që shkonte për te, se ne dim gjithë 7500 e jo më mirë, por që është diskutim, është se prona është në mes. Prona është gjë më e rëndësishme dhe është një nga problemet më kryesore që kemi patur ne pengues shpeshherë të zhvillimit. Megjithatë ajo që po thoja, këta përfitues do kenë edhe përfitime të jashtëzakonshme të tjera për të vërtetës të padëgjuara në një iniciativë tjetër kombëtare lokale. Sepse do të përjashtohen nga TVSH-ja, do të përjashtohen nga tatimi të ardhurave, do të përjashtohen nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, do të përjashtohen nga taksa e pronës, e praktikisht do jenë krejtësisht të lehtësuar nga çdo lloj barre fiskale, gjë e cila është fantastike kur ti përfiton një pronë me 1 euro pavarësisht sipërfaqes së saj që mund të jetë me hektar. Dhe përveç kësaj të jepet mundësia dhe marrja e lejes do jetë jashtëzakonisht shumë e lehtë se marrja e lejes nga një investitor tjetër në jashtë paketës së maleve. Dhe përjashtimi nga një sër thuajse të gjithë aspektet të barrës fiskale, pa diskutim që e justifikon edhe interesin e madh, sepse në fillim ta lancimit paketës realisht ishte frika që mund mos kishte shumë interes, sepse që e promovuar jashtëzakonisht shumë, interesi doli krejt e kundërta. Pra njerëzit patën shumë interes, emigrantët po ashtu, vendasit po ashtu, sepse edhe aktorët që do investojnë janë me një interes veçantë. Qëllimi kryesor i kësaj pakete në sensin e target grupit ishin emigrantë, rikthimi i të larguarve që të investojnë në rivitalizimin e kullave të tyre, banesave të tyre, territorit të tyre, në mënyrë që zonat rurale të rivitalizohen jo vetëm nga komuniteti që është tashmë aty, por edhe nga ata që kanë akumuluar sa të ardhura në emigracion dhe mund të risjellin duke investuar në projekte zhvillimore në territorin e Shqipërisë. Më tani iniciativa ka patur sukses për vërtetës, megjithatë në sensin e administrimit nga ne bashkive ka çeduar deri diku dhe mendoj që arsyet janë ato që thash. Por megjithatë sot që flasim edhe për shembull bashkia Dibër që nuk është një nga ato 4 bashkitë aty. Unë jam ndjeni nga përfitues potencial që janë komunikuar zyrtarisht për të dorëzuar brenda 10 ditëve sot në vazhdim dokumentacionin justifikues të lidhjes së subjektit të interesuar me pronën në fjalë në mënyrë që të fillojë procedura e kualifikimit tyre. Diçka zotëri se ju e përmendët 2 herë, po unë dua të sqaroj edhe për veten time dhe për ata që na ndjekin. E merr me 1 euro të gjithë sipërfaqen apo me 1 euro metri katror, siç ka qenë ajo e famshme? Se mund të jetë me hektare ajo. 1 euro e gjithë sipërfaqen dhe kjo është 1 euro e gjithë sipërfaqen. Që mund të jetë sa mund të jetë sipërfaqja e pretenduar. Sa mund të jetë. Mjafton që të mos ketë konflikt mes pronarëve që rrethojnë pronën tënde, mjafton që të faktosh që ti e ke patur përdorim mbi 10 vite nga ky moment. E kështu me radhë dhe vërtetimi është realisht shumë i thjeshtë, një vërtetim që ti ke patur
të nënshkruar nga bashkia që e ke marrë me qendra e bashkisë ose edhe me dëshmi nga banorët e zonës, sepse informaliteti është i pashmangshëm në çdo dimension të mundshëm në territorin rural, sidomos kështu që lehtësira e ligjit ka qenë maksimale në kontekstin e faktimit që ti je një subjekt i arsyeshëm për t'u interesuar dhe për ta marrë më vonë me njëherë në pron privat. Dhe diçka, kjo varet shumë në fakt, po unë pyetje kam edhe të diskutojmë gjithçka. Kjo varet shumë dhe nga projekte dhe plani zhvillimor që ka secili që do të rezultojë përfitues. Për shembull me agroturizmi që është kërkesa më e madhe ne në periferitë qyteteve kemi, në periferinë e afërt po e themi. Kjo ndoshta do zhvillojë edhe në atë të largët. Po është rreziku që nuk di dëmtohet natyra, po etj etj, nuk di me ndërtime nga e para me problematika të tilla. Shqetësimi është për vërtetës, madje shqetësimi është i shumanshëm nga komunitetet vendas, sepse ka se mund të ketë lloje investimesh të ndryshme, të industriale etj që shqetësimi është dhe mjafton përmendim rastin e thethit që e mishëron më së miri pyetjen tënde. Shqetësimi ne duhet ndërtojmë, por duhet ndërtojmë në harmoni me ambientin, me mjedisin, ku do ndërtohet ky subjekt. Për shembull në theth nuk mund ndërtohet me beton, duhet ndërtohet me gur, dru dhe elementë të cilët janë në harmoni me jo vetëm me gjeografinë e territorit, por edhe me historinë dhe traditën e atij territori ku synohet të ndërtohet. Megjithatë, ripetoj, këto nuk është se nuk ekzistojnë si norma të cilat duhet zbatohen, sepse flasim ka kuadër normativ i cili e paraprin gjë të tillë. Ideja është respektimi dhe zbatimi i tyre. Shqetësimi tjetër është niveli i masivitetit. Pra, një është harmonia dhe elementet e përdorimit në investim, në ndërtim. Elementi tjetër është masiviteti. Mos harrojmë që vitin e shkuar është miratuar strategjia kombëtare e turizmit, në të cilën në mënyrë eksplicite thuhet që qeveria qendrore nëpërmjet skemave të ndryshme të mbështetëse nuk do të mbështes më investime minore të vogla, për shembull bujtina, por do të mbështes investime deri diku edhe strategjike që nuk kuptojnë resortet. Dhe resortet në përgjithësi janë një pikpyetje e madhe në syrin e komunitetit, sepse është gjithmonë një investim masiv. I cili mund të jetë një investim i cili shpeshherë banorët thonë nuk na punsojnë ne, punsojnë të huaj, për shkak nivelit kualifikimit. E para e dyta mund të dëmtojë mjedisën dhe ndoshta arkitektura e tyre shpeshherë është pak agresive në harmoni me mjedisën po ashtu. E kuptoj. Zoti Domi, faleminderit. Faleminderit shumë, kënaqësi. Edhe unë personalisht u informova shumë me atë që kam lexuar dhe kemi pasqyruar në lajme dhe në median tonë, por besoj dhe të gjithë ata që ndoshin. Faleminderit dhe ju uroj një ditë të mbar. Faleminderit, ju gjithë mirat. Faleminderit edhe një herë, mbritëm fund programit Shtypi i ditës dhe ju edhe për mëngjesin e kësaj të ende. Qëndroni me Report Televizion, me herë pas pak djoni me Rezedill, ju uroj shikim të këndshëm. Mirë do kofshim së bashku.